Mirëmëngjesi, ju përshëndesim, mirë se erdhët. Mirëmëngjes. Në Rezedielli në kuzhinë jemi me produktet gati për nisur me recetat tona, kështu që na ndiqni deri në orën 10 me gatimin, më pas do të zhvillojmë bisedat në studio, kështu që jemi plot energji për t'ju sjell, besoj, edhe sot, momente shoqëruese të mëngjeseve tuaja. Shpresoj të keni pirë kafen apo jeni duke na ndjekur dhe do t'ju prezantoj me përbërësit e recetës së parë. Shoqëruese, argëtuese, emocionuese. Pak nga të gjitha. Nga të gjitha ka kjo vallja jonë. Valle po valle e përditshme, se ato vallet e njëherë në ca kohë e i përballojmë, po këto vallet e përditshme duhen luajtur mirë, thot populli. Tani, ne kemi fileto pule sot. Atëherë. E largoj pak sa të dyja këtu. Ke brum? Dhe. Po. Oke, tregoj më pas përse kemi brumin sot. Le të bëjmë fillim fare marinimin në mishit pulës, edhe më pas jemi me të tjerat. Kam kosin. Shtoj të gjitha erzat. Piper të kuq të ëmbël ose paprika. Rigon. Piper, hudhër, sikur se krip. Bën mirë, shtoj dhe pak vaj ulliri. Marr një lugë më të madhe. Gjithë kjo masë është për të marinuar mishin e pulës. I e përshije shumë. E përzije deri sa të jetë e një trajqme, mos ngelet si puna e mjellit kosi. Kështu si topat vogla. Prandaj dhe vaj e ndihmon. Edhe pak ose fare vaj. Dhe kam. Një qep që e ndaj. Po, ti tregoj... Ti i tregon, edhe unë shtoj... Ti tregoj përbërësit, se e dim që zonja Albana po gatuan, po të vendosim edhe recetën e filetës, se ishte strisha që po gatuan vetëm. Fileto pule të marinuara me kos dhe me erza, do të piqet në furr. Ju duhen 4 fileto pule, ju duhet 250 gram kos, një lugë çaj paprika, një lugë çaj rigon, hudhër plur, krip, piper i zi, borzilok të thatë, e të tjere erza të cilat ju dëshironi që t'i ndjeni kur e konsumoni fileton e pulës. Thjesht një marinim në të cilën më pas do të zhytet, do të ngjyhet mirë në këtë salcë marinuse, mishi pulës. Ja, duket se nuk është trashësia, konsistenca e duhur e salcës. Ja, e vendos këtu. Filloj me masën tjetër. Opa, këtu edhe tjetra. Rita një këtu bollë. Se ato do t'piqen, do t'i vendosësh pa tjetër që ka gjë, sepse në qoftë se unë nuk i vendos njëra mbi tjetrën. Atëherë, këtu, një. Shtoj edhe pjesën tjetër këtu. Sikurse edhe Djetë që ku kemi të bëjmë me marinime, e mirë është të qëndrojnë për disa minuta, që të shpërndahen ato aromat, shijet. Do ta marrë dhe vendos direkte në furr. Do të piqet që më pas
të viti receta tjetër gjë që e them, opa, në momentin e duhur, e vendos të furr. E pra fileto pule të marinuara me kos dhe erza, një kos jo i lëngshëm, tjeti plot si që pat në përzierje dhe erza të ndryshme që ja shtuam. E marinuam pulën. E vendos të furr. Dalëm ashtu me atë shkopin metalik dhe me qepët që të piqet. Ull pak sa. Në vazhdim do t'ju tregojmë pastaj se si do t'jetë dhe gjendja, por besoj se erzat i kuptuat, piperi kuq, t'jape atë ngjyrën e bukur, piper fëzi, bërzilok, pullën kruhur, klip, dhe pastaj mund të shtoni dhe erzat të tjera në varësi të shijeve që do t'i jepni. Ne do t'a lëmë kështu të piqet. Qa temperaturë e bumë në 800-ta? 800-ta sepse nuk është furr profesionale. I largoj dhe këto si nuk më duan dhe filloj direkt me brumin. Të lezën një brum. Për këtë quhen buk pita. Buk pite. Pra, është një brum që fryhet, një buk që fryhet dhe mbushet. Dhe prandaj... Ndjeta i tharmi. është me maja? Po, pa tjetër që është maja. Me maja, qumë është krip. Pa tjetër edhe... Unë i vendos dhe pakës fare vaj. Pra, tek brumi, qumë shtivakët, majaja, sheqeri. Deri sa krijohet ai fermentimi, ai aktivizimi, më pas shtoj mielin me kripën dhe e punoj. E lë diku tek 25 minuta, gjysmore, që të vi. E punoj dhe e ndaj në kulaçka. Në 500 gram miell dalin diku te 6 kulaç në diametrin e plëmbës dorës. Unë kam pak më tepër, e punoj mirë, aq sa mos të kem një brum ngjitës. Pra, brumi të jetë i butë, për mos të ngelet të për gishtrinj. Derisa bango, tavolina, tryeza të pastrohet nga masa e miellit. Në një tavë vendosim letër pjekje. Kemi vendosur këtu. Dhe bëj dhe, dale kam këtu, një ndarëse brumi, mos kam gjende një ndarëse brumi? Një du da kishte sirtari. Dale një sekund, se këtu... është më mirë se ajo është si kalçuk. Dhe nuk në gjitë, po më gjithë edhe me thikë. E lëmë se nuk është se më prishë edhe në një punë të madhe. Katër ande dhe 4 këtej në 8 copë, në 8 pjesë. Derisa krijojmë kuleçet e rregullt në masa të barabarta. Unë thash kam më tepër, por tani që unë do hap edhe piten, nuk më duhet që të jetë e hollë shumë. Pa tjetër që do t'i lë pak të më aktivizohen. Se brumi e do. Këto ndërkohë bashkë neve le të kalojmë dhe njëherë në lexim ato përbërësit e bukës pite. Çfarë përmban brumi? Ju duhet 500 gram miell, 300 ml qumë shtivakët, që bie pak a shumë një gotë e pak, 5 gram maja buke e thatë, dhe një lugë çaj sheqer, të dyja bashk aktivizojnë majan, duke i dhënë volum brumit, një lugë çaj krip dhe 2 lugë gjelle vaj ullirim. Pasi e kemi zënë brumin, e kemi lënë të pushoj, e kemi ndarë në pjesë të vogla, në kulaçka, dhe tani jemi duke i dhënë formën se cilës një letër pjekje, një tavë, do t'i vendosim, të pushojnë pak dhe t'i pjekim. Mielin
Çfarë do lloj mielli të dëshironi ju? Pra, diku te pëllëmba e dorës, që edhe brumi mos jetë, edhe masa mos jetë e hollë, se thash brumi. Se sërish ato gjatë pjekjes do të fryhen dhe do të jetë ajo pjesa e brendshme bosh për të mund të mbushet diçka ose mund të qëndrojë ashtu siç është. Në të tilla, ne do na duhet edhe do të tepsi tjetër, po mbushim një tepsi dhe Ajsa ta marr një, se s'është duke e lënë të pushojë dhe duke vendosur më pas për të pjekur. Ndërkohë vazhdojmë me pjesën tjetër të kulaçkave për t'i hapur në këtë trashësi, gati 0,5 sa mund të jetë centimetër. Dhe kur të kthehemi nga shkëputja e shkurtër, do t'i kemi përfunduar edhe kulaçkat e tjera së hapuri. Ja ku vim, përfundojmë me recetën e bukëve pite. Na duhen disa të tilla her pas here për të shijuar në një vakt. Edhe janë receta kështu të shpejta. Sa kohë ju merr për të gatuar ose për të përgatitur diçka tjetër, vjen brumi me përbërësit që unë i lexova dhe më pas ja i hapni kështu në kulaçka, edhe më pas në pecë të vogla. Pra, diku te pëllëmba e dorës. Do të ketë një trashësi. Për shembull me fileton e fulës, cilën ne e vendosëm për të pjekur. Jo, për shembull, po atë është, prandaj kam vendosur. Ato ti kombinoj? Po, bukur fort. Atëherë. Mund të fryhemi, hapim, i mbushim brenda dhe i shijojmë dhe i lë miri. Të vinë. Do lihen në shtëpitë tuaja 30 minuta, në shtëpinë tonë këtë më pak se do na duhet që ti pjekim. Pjesën tjetër e pjekim pisi pite. Tjetër që. Pra edhe njëherë në brum, tek mielli, do të 500 gram miell, te gjysma e një pako nga paketimet Atlas, do të shtoni aty majan me sheqer nga një lugë, qumësht të vakët dhe krip. Bashkë me vajin e ullirit e punoni brumin, e lini të pushoj dhe e ndani në kulaçka më pas. Kur e shikoni të fat, brumja e ripunoni. Po, ripunohet sepse duke me ngrohtësinë e dorës me ato fërkimin në tryez, largohet ajo cipa që derisa fillon brumi që ti bindet ngrohtësisë dorës, atëherë është në rregull. Vërtet deri kur ti bindet, sepse këtu tash ti e marr dhe tani dhe kur ta pjekim, ta skuqim njërën, pak fare vaj. Prania e majas e bën që të aktivizohet përsëri gjatë kohës që ajo fillon të marrë nxehtësi dhe të fryhet, marrë volum. I lë të vinë. Heq miell, thik, gjitha i heq. Gjitha se përfunduam, këtu të t'i lëm pjesën tjetër. Kemi lënë në këtë ngrohtësim sa të mundemi, sepse këtu ka dhe ajër të kondicionuar dhe ndoshta nuk e favorizohem për të ardhur aq sa duhet. Shifemi pak aty? Ja, ka marrë volumin e duhur. Nga të dy anët, ndërkohë. Kemi vendosur filetot. Qëndron salca, duhet keni kujdes kosi të jeti trash, pa ujë, në mënyrë që të qëndroj mirë tek fileto, siç e shihni tani. E plot e trash si mas. E kemi marinuar me erzat që i lexova, kemi bërë edhe pitet gati për t'u pjekur, kështu që bëhemi gati për recetën tjetër, sistemojmë produktet dhe tryezën dhe na prisni pas publicitetit të vim përsëri. Çfarë do gatuajmë më pas? Direkt me një stim kime. Kime.
domate, speca, nuk harrojmë. Kur e kemi në tigan. Në tigan, po. Fillojmë edhe vazhdimisht kërkom që të kthehet. Dhe sa bëjë si tip balone. Është një më shumë si pjekje se sa skuqe. Blendos sërisht. Kapakun edhe... Dhe rikëthemi pas publicitetit. I vum një kapak se pjese. Dhe hapim kapakun pas reklamave. Ju presim. Ishte erdhët përsëri në kuzhinën e Reze Dielli, vazhdojmë të gatuajmë, vazhdojmë të përgatisim produktet, kemi sjell pitet, to janë bërgati, këto të nëzori kuzhina për momentin. To janë të tiganit, Jo, janë të tiganit, se furrën e kemi me fileton dhe me pitet e tjera të cilat, shife, kanë fillu të aktivizohet, po fryen, si që tamre, të lumbac për t'i pjekur dhe më pas për t'ja u treguar dhe juve. Tani bëjmë atë gjellën. Faktikisht gjellën e kam këtu, po i lash pak sa të më skuqen pak. Gjë që e kaloj tigani në krahun tjetër, të filloj të punoj me 2 vatrat. Që njëra është e voçkël, është vetëm për... Të ngrohet vaj, ndërkohë ne së bashku, treguam pak a shumë recetën, do të përgatisim një kim, një recet dreke të shpejt me perimet e stinës, me domatet, me specat, me patlıgjan, me qep, vezja, shofim pak së bashku në ekran se çfarë përmban receta, që ka speca, ka vez, qep, domate të pjekura mirë, salcë domate, 2 thelpinj hudhër, 2 vez, gjithmonë llogarisim për çdo gatim, përdorim nga një lugë gjelle vaj për person, 1 filxhan kafeje me ujë, për të mos u ngjitur, krip, rigon, piperizi, piperikuq, majdanos ose borzilok i freskët që kemi me bollëk këtu tek tavolina jonë. Këto janë pitet e tiganit. Por, kur prandaj them në furr, sepse shiko që volumi në furr, shiko që janë bërë tamam si balon, pra tigani ndryshon. Por, unë me që jam pak kështu si gojë madhe, nuk më lënepsi, dhe normalisht brumi që më ngel, do ta ekzekutoj. Tani, ndryshimi është që ato bëhen pa vaj fare, këto kanë 2 pika vaj, sepse do të... Nëse unë t'i vendos ato në tiganin e krepave, por duhet kem edhe kohë mjaftueshëm, edhe ato bën të tilla, por në tigan krepash edhe me kapak. Le të vinë te kima, kur unë shtoj në yndyrë, shtoj qepën. Qepën e kam prerë në gjysmë hën holl. I shtoj pak skrip. Dhe kapakun direkt në vend. Këtu kam speca të kuq, speca e shill, çfarë të keni ju, i prisi në shkopinj. Dhe jeni në rregull. Domatin që e kam kaluar të prerë në kubik mesatar as të vegjël as të mëdhenj, kam thelpit e hudhrës që direkt i shtoj këtu, sikurse kam salcën do ta shtoj te domatja. E domatet duken të pjekura mirë të kuqe, të tulta. Masën e kripës, masën e piperit, kaq më duhet. I punoj, sepse i jap kohë më shpejt që të bëhen. Ja zbutet paka shumë. Shtoj specat. Një zgjidhje shumë e shpejtë kjo për drekën. Shpejta. Po të duam i kalojmë gjysmë në tigan, po të duam direkt nga tigani në furr, si të dëshironi ju. Një mas tjetër. Opa.
një lugë gjelle për person, vaje, normalisht. Do të shtoj pak, më jep pak fare ujnë e bimëve aromatike, shumë pak. Ne bimë t'i mbajmë, se do t'i përdorim. Shumë pak. Dhe i vë kapakun. Ves të këtu i largoj, sepse këtu duken marrë dhe majdanos, borzilok, qatë kemi ne nga bimët, po kryesisht majdanos i shkon shumë. Se është dhe më ekonomikë, për plus që ka shumë vlera. Gjysmën. Dhe pjesën tjetër, unë e kam në fund. Që regulojme dhe ngjyrat edhe shihet. Nga furra kemi sinjale. Kemi gjë për të hequr? Po që janë bërë dhe pitet. Ato çfarë janë për të hequr i heqim. Shifi pak sa të bukura. Tamam si balona. Marr një dorez për t'i nxjerrë dhe për t'ia u treguar dhe anvisave tona se sa të bukura kanë dalë. Ja. Të lumë Dora. Të lumë të ty. Që i morë, se të pritmondja. Që e ke zirë dhe mbrumin aq mirë, ndërkohë filetën do ta lëmë edhe pak. Që të piqet mirë, përthithen mirë lëngjet. Ndoshta kjo do donte pak më tepër, kurse këto të tjerat janë shumë mirë, me ngjyrën dhe janë dikur i mbani mënsimite dikur. Pitet. Pra që nuk kishin ndyrë, bëshin pa ndyrë dhe fryeshin, dhe në mes, qajshin dhe vendosej mbushja. Kishte 2 lloj pitesh. Zënja e brumit, dhe pasaj ishin me mish të grirë, ato ishin të mira fort. I vë dhe kapakun, dhe pitet do të na shoqërojnë të gjitha gatimet tona për sot, edhe fileton, edhe specat me vezë, janë të duhurat. Ty ja mund të shihni se si por këto shikoja, këto ftohen pak, jo direkt, ftohen pak. Sigurisht, të japi mundësi për ta mbushur më pas në forma nga më të ndryshme. E kemi të duhura. Në gjoni këtë që të bëjon? Dhe të ma një tavë edhe o burat i vendosë në furrë dhe këto. Me qënë se na duhet soba, se do kalojmë tek receta tjetër, bëjmë dhe një përmbledhje së bashku të recetës së tretë të specave me vezë dhe perime në formën e një kime gatimi të tillë të shpejtë sezonal. Ju duhen speca, një qep mesatare, nisni me qepën me kaurdisjen e saj, vendosni me pas speca të prerë në shkopinj, 4 domate të pjekura, jo të bëra pure, po të prera me thikë në copza të vogla, një lugë salcë domate, 2 thelpinj hudhër bashkë me qepën e kaurdisni, 2 vezë, cilën s'ja kemi shtuar akoma, një lugë gjelle për person me vaj, një fixhan kafeje ujë, krip, rigon, piper rizi, piper i kuq dhe majdanos për spërkatje ose borzilok të freskët që keni ju në shtëpi. Ja tani kemi kaurdisur, siç e shihni, perimet, dhe të ngjyra, sa të zbuten, të jenë të konsumueshme. Në këtë përpas, vezët. I lë. Normalisht, që zë veprone si unë, të do bëhet. Pra, nëse vendosni ta piqni, ta kaloni në furrë këtë gatim, i ndani vezët kështu siç bëni buranin. Nëse do ishte në tigan, pastaj dhe mund të përzieshin si i bie? Jo, kështu i mbajmë të të shkëndshëm. Shtojmë pakës piper. Sepse duhet të jenë që të ndihet. Faktikisht, me thënë të drejten, Niki, leti lëm këtu, sepse nuk do na dali koha ti marti. Ja, zë dali koha. Si që janë se do t'i tregojmë për rjetet tona.
Le të kaloj te receta tjetër. Patlıcan. Po. Patlıcan që janë në kate të mbushura me djath. Më duhet që të jenë nga këto patlıcanët e gjërë, por nëse nuk janë nga këto të gjërët, zgjidhni ato të gjatat, po të jenë pak më të mbushura. Këto quhen ndryshe dhe domate të zeza, që i thon kosovarët. Ashtu ë? Po, domate të zeza. Patlıcanëve. Kam skuqur të marr edhe një rende. Pra i bie të jenë të prien në disqe, në rrethore, e të jenë pak të gjëra. Pjesa e parë dhe tjetra të bëj grirjen e djathit, një djath që shkrin. Të do keni parasysh. Më i duri, më ideali është mozzarella faktikisht. Më ideali. Tani patlıcanët, sa më shumë t'i lësh, aq më shumë thithin vaj, kështu që një prekje është mjaftueshëm. Që të zbuten më kollaj, i vendosim kapakun kur i skuqim. Po edhe këtu mund t'i bëjmë. Edhe këtu mund t'i bëj faktikisht në tigan. Po. Nuk është se më merr ndonjë. Pra aty kemi, po i vendosim salcë domatesh. Do që t'jetë mirë, unë kam vendosur dy lloj salcash, kam vendosur edhe pak salcë të ëmbël. Dhe hudhra se i shkon në shije. Unë salcën e kam vetë me hudhër salcën, se kam përdorur dy lloj, dhe ju çfarë të keni në shtëpi, thjesht në të kundërt nuk e përdorni. Nuk është një ushqim gjesi që të thua që duhet hudhra. Me këto i kërkon, se janë të ngjyrave, i kërkojnë të pazlli ngjyrave në këto gatime, të treqve, të kuqe, shilet, bardh, ngjyra patlıxhanit. Normalisht, unë kam bërë më pak. Ju më tepër. Dhe janë njësoj si ato folezat. Super, edhe këtë tavë, këtu ta lëm të tryeza. Shëllim pak edhe filetot. Mendosh që sa pak do të ishte koha e tyre për t'i pjekur dhe për të vazhduar në furrë. Prandaj dhe unë zgjedh që të sjell receta të thjeshta. Të paka shumë të përbërës janë në gjitha tavat. Kë kam lënë ndonjë të jo të kënaqur nga mbushja të këtu. Kompensohet. Pra 1, 2, 3, 4 receta, ja dhe patlıxhanët të mbushura me djath, ja u lexoj edhe një herë përbërësit, për ju që ndoqët procesin, por nuk e morët se çfarë përbërësi ka në të, të bëni me shtresa, patlıxhanët pra, 3 patlıxhan të mëdhenj, do t'i prisni në rraf 1 centimetër, do t'i skuqni pak zbutur aty, do ju duhen 3 thelpinj pudër, 1 tufë majdanoz, djath që shkrihet, pak peksimade për thithjen e lëngjeve, galet pra, salcë domate, vaj ulliri, krip, piper i zi, piper i kuq, rigon, borzilok, erza me bollok, bimë aromatike gjithashtu. Kjo është tava. Bashkë me të kemi përgatitur dhe tavën tjetër,
këtu të specave me vezë, edhe t'i vendosim këtu, t'jenë bashkë me nga tjetërën. Dhe pa tjetër që vi? Është pjekur, është bërë gati filetoja? Faktikisht është e nxehtë, e marinuar me konserza. Që të më japi aromë. Kuptohet që është shumë e nxehtë sa po e nxjerrë. Por e shikon shumë mirë që nga pjekur mirë shumë. Niki, më bëj një pite gati të lutem. Po. Do shta këtë që e preve me marim këtë tjetër, kjo ishte si më e plot. Do t'i mbushim pitet me fileton e marinuar. Gëshërën e kemi aty tek sishtari, ose të marrim një thik. Të dyja janë të nxehta, edhe pitja, edhe filetoja, po megjithatë do përpiqemi që faktikisht duhet të jenë, e thash edhe një herë, duhet të jenë të ftohta, sepse kur janë të ftohta, procesi do thë dhe më mirë. Kështu janë nga brenda. Të kap një... Nëse ndiqni ato hapat që ju treguam, janë shumë të mira, të buta, aq më tepër kështu të ngrohta. Të provoj këtë pjesë të tillë. Fantastike. Ja, pra kemi një xhep. Por mua më mungon tani mbajtësia. Si që bëni unë në shtëpi? Ja, këtu. Dale ma. Më thoni që... Do provoj pa tjetër. Çdo gjë që gatuhet në shtëpi, është e mrekullueshme. Shumë mirë, speca, domate, që të kemi, ne kemi tek tava. Dëgjoj, çfarë të doni bëni? Ndash më kryqëzoni, ndash më pushkatoni, urdhëra. Ajo, unë shë dhe pakës klip. Jo, ja, pakës fare, po doni ju... Super. Urdhëra, dale? Po, mirupafsh. Faleminderit për vëmendjen. Ne po i shijojmë recetat, i gjeni në kanalin tonë në YouTube dhe në rrjetet tona sociale. Ma mirë s'ka. Më ndaj dhe më bëj mua gati. Më pëlqeu shumë sot. Ju presim pas pak në bisedat tona. Të lumshin duart. Mirë se erdhët në Reze Dielli. Të ftuar kemi Denisa Konën, një grua që ka shumë pasione në jetën e saj. Do doja t'u lexoja diçka, sepse Denisa ka studiuar për gjuletërsi, ka vazhduar pastaj për gazetari, më pas i ka kushtuar vite të tëra studimit të shëndetit natyral, për cilën ka krijuar dhe gazetën Molla e Shëndetit, fillimisht në print tani online, dhe duke kërkuar gjithmonë atë lidhjen mes njeriut dhe natyrës dhe studimeve që lidhen pikërisht me shëndetin natyral. Sot jeta e saj duke si një mozaik i bukur, ka pasion muzikën, kitarën, ka krijuar kohët e fundit në kanalin e saj në YouTube këngë për fëmijë, ka pasion zosht, në shtëpi mban 4 papagaja apo jo. Mirë se erdhe Denisa, kënaqësi që të kemi në Reze Dielli. Faleminderit, mirë se je. Ka dhe një pasion tjetër që nuk e përmenda? Përshëndetje, Pupiko, jene në emision. Do të prezantojmë edhe papagajt. Pupiko dhe? Edhe Pipo. Pipo. Dy papagajt e tu. Kemi lënë në shtëpi Pufkën, Pufi, që e përkëdhelur Pufka, edhe Tutun. Sa ko ke, dhe si ka lidhur kjo dashuria për zosht? Sa ko ke që i ke në shtëpi njerë? Shiko, njeriu nuk e di në fillim fare që pas ka një dashuri për zosht. Sikundër ka një moment të jetës tjetër që nuk e kam ditur që kisha një dashuri, një pasion për lodrat e fëmijëve. Këto vinë si befasi, në më thanë, vinë një moment të jetës. Unë kam pasur dikur gardelina, por nuk kam pas në një lidhje satisfakcion, këshu dhe i kam pas për një kohë të shkurtër se nuk më jetuan. Kam pasur pesh, kam pasur breshka në shtëpi, kam bajtur edhe lepurusha kur kam qenë studente, në dhomë për një kohë të kufizuar, do më thënë, para se të fillon të sezoni pushimeve. Edhe këta, më duket se një video më doli për para syve, duke parë këta si jongler, se bënin gjërat bukura kështu. Aty me njerë... Mjaftohi që ti të ngacmoashe. Një shkëndje vogël dhe mua nuk më mbante vendi duke lexuar tani të gjitha karakteristikat, si du të ushjen, u futa pastaj, se kam lexuar dhe për këta tani, çfarë të bësh. Jo, por kur janë të sëmurja që të japësh
nga të gjitha gjëra. Si do t'i trajtosh? Po, këmbëve, drejt dhe dyqani. Nuk mund banin këmbë, domethënë kur kam bler të parin galosin, që... Po emrat si ja ke vendosur, se duke shumë të veçantë. Shiko, të parit, nga emri Papagalos, Galos, ati të parit që më iku nga supi një ditë të bukur me diell, kishte një 2-3 ditë që nuk e nxirja në balkon me kafaz, se kishte qenë kohë e vrenjtur me shi. Mirë po, unë e mbaja ata në supë dhe ai nuk më ikte, as në shtëpi edhe kur dilja në balkon, mblidhja robat. Po atë ditë e gënjeu dielli se kishte 2-3 ditë pa parë diell në sy dhe iku fluturoi pa pyllin e fizikës bërthamore. Dhe kam ndonjur duke kërkuar 30 ditë, 400 njoftime duke ngjitur në përgjithë, jo vetëm në Argentinë. Nga mëngjesi në darkë duke mbledhur, unë nuk e di se si kanë ecur këmbët e mia nga mëngjesi në darkë, një muaj rresht duke kërkuar. Pas ti më pas, bleve 4 të tjerë, se 2 ke në shtëpi, 2 na i solle këtu, Pupiko dhe... E ka marrë të vogël, Pupikon. Janë meshkuj të gjithë? Të gjithë janë meshkuj, se më thonë se si merr dhe femra, them po tani unë të merrem dhe me kujdesin e vezë dhe të mbarështimit, sepse kjo do të ka proces më të gjatë. Plus pastaj që meshkujt këndojnë. Femrat nuk këndojnë. Megjithatë nga këta 4 që kam unë vetëm 2 më këndojnë. Pipoja i vogli apo është lloj tjetër? Që thrasin si zogj, thrasin të gjithë, ndërsa që të këndojnë, të bëjnë, do me thënë, vokalica, do me thënë, kështu gjërat bukura, bën Pipo, edhe ai tjetri që kemi lënë të shtëpia Pufka. Pastaj për ushqimin e kanë të tyre në specifik, po ushqimin e tyre nuk ushqehen kaq shëndetshëm, me thënë vërtetën, i shikojnë në internet që i ushqejnë me lloje gjëra të mira, po bëj përpjekje, ndoshta do të bëj dhe më shumë përpjekje, i refuzojnë, janë shumë të vështirë të mësojnë frutat, të mësojnë perimet. Mund të jeth në herë në i çik ardh, në i çik bajame, tani në këtë sezon nuk i heth më nga ato, se mund të... Ke merak, për organizmin e tyre që janë organizëm i ndjeshëm. Po sepse pësojnë toksicitet ato yndyrnat e tyre tani në verë. Jo, nuk është sallat jeshile ajo, është një tip lëpjete. Lëpjete. Po. Në sallatën jeshile nuk e konsumojnë? është ndryshe... Jo, të gjitha gjethet jeshile ja dhe tani. Duke se dhe salatën duke se bën vetë, e ke mbill vetë në balkon. Kam pasur periudha, tani nuk kam salat jeshile në balkon, nuk po lën radh lulet për salatrat edhe për kastravecat që mbillja dikur. Pasionit e tua jatë pa numërta, ke kështu një mozaik ngjyrash, pa kitarën... Ka një bosht të gjitha ato, ka një bosht të gjitha. Si është krijuar ky bosht? Kush të ka ndikuar për muzikën, për pasionin për kitarën, për krijimin e kolazh? Kemi një kolazh në fakt me këngë që krijon Denisa edhe i poston në kanalin në YouTube për fëmijë. Dëgjoj. Unë kur kam qenë fëmijë, isha një natyrë që lozëm një lojë që e dim sot të gjitha, po unë nesër doja një lojë tjetër të re. Dhe unë filloja e modifikoja ata, pastaj filloja të krijoja lojra të tjera. Dhe kam krijuar lojra të ndryshme, edhe lojra lëvizore aktive fizike, edhe njëra nga ato lojrat u bë shkaku që unë kam dëmtuar gjurin moshën 12 vjeçë dhe kam operuar me panajot bogën moshën 17. E kam vrarë dhe kujtuan se unë isha sportiste, do më kujtuan se merresha me volejbol, sepse ajo ishte goditja tipike që pësonin volejbolistët në gjuhë. Po ishte për shkak të lojës. Pastaj krijoj edhe lojra të mendjes, domethënë, lojra të ndryshme, që nuk ishin lidhje më me aktivitetin fizik, dhe kjo ishte në një moshë pak më nga klasa e 7, klasa e 8. Lojra të ndryshme mos u nxe varietete të reja që i kam prap ndërmend t'i krijoj, edhe t'i kthej tani duke përdorur inteligjencën artificiale, po të hapësh listën e blloqet e mia, tani kam hapur dhe të vjetrat. Pra la vjershat që kam krijuar në vite për fëmijë, kam krijuar këngë. Sa mirë që i ke ruajtur, që i ke mbajtur? Po, shiko, nuk mund t'i gjej do të gjitha, po disa gjëra i gjej, domethënë, dhe i kam hapur tani këto që ti ribëj, domethënë, ti animoj, domethënë, ti bëj me video, ti kthej ato teksta, ti përpunoj. Disa prej tyre i ke kthyer në këngë, dhe doja që të ndiqnim një kolazh se si i ke sjell ti këto tekste të shkruara, si i ke kompozuar më pas, edhe përmes inteligjencës artificiale, apo jo? Tani, ky kanal është i ri, në fakt, disa muaj përpara punoja bashkë me një të afërmen time për kanalin e saj, vazhdojmë punojmë akoma për të dyja kanalet tona. Kanali im quhet Pupiko Kinemaja për fëmijë, kanali i saj quhet Art Program, edhe punojmë për të dyja kanalet faktikisht dhe
Tani, mbasi mësova dhe faqosjen e gazetës 10 vjet përpara, thash, po tani unë pse të mos mësoj edhe montazhin, mësova dhe montazhin, domethënë përveç se të bëj videot edhe. Dhe ja sa bukur për fëmijët me tekst shqip, me muzikë shumë ritmike. Këtë kam bërë me çdo raj e zemre. Të mendosh që unë mund të këndoj deri në 2 deri në 3 natës për të pjekur këngët, tekstet. Kur i fusja në suno për të nuk të pëlqen kjo melodi, ti e kupton që çdo fjalë interpretohet me piksel nga inteligjenca artificiale. Çdo fjalë ndikon në ngjyrat që do t'japi këngës. Kombinimi akustika, muzikaliteti që ka çdo fjalë në vetvete, ndikon. Kombinacioni i fjalëve dhe kombinacioni i varjeve. U bëra mjeshtre në këtë lloj gjë duke i parë në raport me muzikën tashmë, jo thjesht si poezi. Kam bërë dhe këngë për të rritur, por nuk e kam hapur akoma kanalin e të rriturve. Edhe kam marrë poezi dhe në vargje të bardha dhe të rimuara që kam bërë shumë vite përpara. I shikoja që ato stononin për të bërë këngë dhe i futesha pastaj dhe e transformoja tërësisht. Thosha, ky tekst është për të lexuar dhe për të menduar, por nuk është për të kënduar. Ky nuk jep një emocion, një shpërthim të menjëshëm. Ky tjetri është i ngatruar. Çfarë, si do ta modifikojmë? Dhe e kam testuar pastaj në disa nga lexuesit e mi, që ata janë lexuesit abonentë, mjekësisë natyrore, po shijojnë tani edhe paraprakisht edhe pasën e tyre muzikën nuk i që kam ti edhe në krijon. kanal ato. Edhe më thonë, duam tjetër, po pritem se nuk është me shtypër butonin kjo punë. Gjithsesi, krijimtaria jote dhe idetë tua kreative s'kan fund. Po kitarën? I bie kitarës? E kam trashëgim, e kemi trashëgim si fisë, jo vetëm si familje, sepse në fisin tonë, domethënë nga ana e babit, të 3 xhaxhallarët i binin kitarës, përfshirë dhe babin tim. Djemtë e tyre përfshirë dhe vllajin tim po ashtu. Vajza e xhaxhait të madh po ashtu i binte kitarës. Edhe nga ana e mamas, po jo në kitarë, edhe andej kishin dhunti për instrumenta, edhe për të kënduar dhe i madh duke qenë se ishte instruktor i shtëpisë pionierit i rrethit kitarës. Dhe mirë po atëherë rrethi kitarës ka patur vetëm djem. Dhe mendimi i timeti ishte që vajza nuk do ta bëj artiste. Nuk e shihnin pra si instrument vajzash. Jo, nuk donte që unë të merresha me art. Vonë, domethënë vitet e fundit thoshte kam bërë gabim që nuk të çova në shkollë muzike, sepse unë jo vetëm i bija kitarës, po krijoja melodi. Edhe melodinë e parë që kam krijuar e mbaj mend që ka qenë klasë 6, kam qenë klasë 6 dhe po përpiqesha të bëja një këngë që ta këndoj para Shevis Simakun në festival. Po, ai ka qenë frymëzimi i parë, domethënë ngacmimi i parë. Pastaj vazhdova në klasë 7, klasë 8 dhe në shkollë të mesme shtova krijimtarinë muzikore. Deri në fund të vitit 4 gjimnaz kisha krijuar 33 këngë, tekstet dhe muzikën. Në universitet kam krijuar më pak dhe mbas universitetit akoma më pak. Po që këto nuk arritë ndot të publikueshin diku, t'ja çoje dikujt. Po nuk ishte momenti që mund të publikohej. Jo, ato ishin të publikuara në këtë kuptim që kur bëja aktivitetet e shkollës dhe unë i këndoja në shkollë, i këndoja në Pallatin e Kulturës, në Berat, te Kinema 13 Shtatori, në aktivitetet e shkollës dhe për te aktivitetit e shkollës, aktivitete kulturore të qytetit. Dhe biles një nga këngët që kam krijuar në vitin e 2 gjimnaz është regjistruar nga mësuesi fizharmonikës i shkollës time, është futur në arkivin e krijimtarisë popullore. Po. Ndërsa më mbrapa, kur isha studente, takova Gjuliana Jorganxhin, ajo ishte shumë miqësore dhe i thash i kam shkruar dhe vonë, në fakt ajo nuk mbante mend këtë bisedë që kishte bërë me mua, por unë e angazhuar me provimet, me studimet, nuk qëndrova, me thënë vërtetën te kjo. Mund të them që kishte edhe faktorë të tjerë negative. Po, që të ndikuan, të shkëputeshe? Po, kishte edhe faktorë të tjerë negative. Për shembull? Po, persona brenda televizionit pa integritet moral. Kështu që ndoqja dhe porosinë e timeti që nuk është terreni i mirë, i shëndosh. Dhe qëndrova larg, domethënë, dhe angazhimet e tjera që ishin. Ama kur isha në vitin e fundit, u bëre pishman që nuk e gjete dot terrenin, që nuk bëre një lloj kompromisi dhe që nuk bëhem pishman për një gjë sepse ai është gjithmonë një gëzim brenda zemrës dhe mua më bën her pas here të kap kitarën. Të kitarën, të kujton babain, edhe është kjo trashëgimi që të kalon si pasion. Kam 2 kitara aktualisht në shtëpi. Njërin e kam bler vet, edhe tjetrën e ka bërë babi. Ajo tjetra është kitarë elektrike. Babi ka bërë edhe një kitarë tjetër elektrike, djalit të xhaxhait është në Kanada. I bie shpesh kitarësh në ato vetmin tënde, në ato momentet ku ti
je vetëm edhe... E bie edhe vetëm dhe për qeftë të tjerëve, kur kam dhe njerëz të tjerë që dëshirojnë, edhe me shoqëri kam rënë, domethënë, edhe kur kam qenë në mediat e përditshme, domethënë, e merja kitarën në këto festat, në këto. Bukur. Në vitë të fundit që kam qenë studente, se më thej që këto nuk kanë patur mundësi të publikoheshin. Jo, kënga që e kam dhe në kanal tani, e krijuar në atë kohë, domethënë, në atë moshë kur isha studente, qeni im shok i pandar, që është për fëmijë që futen klasë të parë, e kam futur në festivalin e fëmijëve të Tiranës. Domethënë kam marrë pjesë në festival. Deri aty. Po. Një lidhje të ngushtë Denisa ke patur me nënën tënde të ndjerë, me zonjën Lambrini, të cilën nuk e ke ndryshuar as në profilin tënd në Facebook, mban emrin e saj. Cila është gjëja më e vyer që ti kujton prej nënës tënde? Gjëja më e bukur që kujtoj nga mamaja, shiko, ka shumë gjëra, por ajo butësia dhe ajo vërtetësia që ajo kishte në vetë vete, do më thanë, në qoftë se sot maskat janë diçka e zakonshme, do më thënë njerëzit mund të duken të buzëqeshur dhe të sjellshëm, por unë shikoja në prapaskencë, e shikoja në shtëpi, dhe ajo i donte njerëzit me të vërtetë. Dhe unë habitem se si mundet një njeri vetëm të doj kaq shumë njerëz, sepse ajo donte shumë njerëz, nuk është se donte një shoqe vetëm, ajo kishte shumë shoqëri dhe i donte njerëzit me sinqeritet. Dhe gjëja që më ka lënë zakon, që bëj dhe tani sap dritaren, po të shikoj me njerë, çdo njeri tani, po sidomos po të shikoj fëmijë dhe është fundjavë, e diel, ata janë pushim, dhe i shikoj të rruga duke lozur, ju bekof të Zoti, ju bekof Perëndia. Këtë bënte mamaja, këtë e ka bërë deri në 2 ditët e fundit të jetës së saj. Ajo edhe kur ishte shumë e smur, hapte dritaren, asa shikonte fëmijët, a ju bekof Perëndia. I bënte kryqin. Si e ke përballuar mungesën dhe humbjen e saj? Është tjetër gjë, ti jetosh në një shtëpi tjetër dhe shkon e shikon maman njërë në fundjavë, apo njërë në muaj, apo njërë në vit. Dhe tjetër gjë, të kesh një jetë me ta, në çdo sekond, në çdo moment, ajo është përpara syve dhe kujtimet janë të jashtëzakonshme dhe në shtëpi. Dollapi nuk bëshohet, s'ka vend të vi njeri të vëri një gjë, sepse unë nuk mund të largoj dot gjërat e mamas. I ke mbajtur akoma, nuk i ke larguar asgjë. I mbaj aty, nuk më bën zemra të heq gjë nga shtëpia. Plus ajo më nxjerr mallin edhe Zoti më ka ndihmuar. Më ka ndihmuar të besoj që një njeri kur kalon nga kjo jetë në tjetrën, nuk zhduket. Është sërish. Thjesht ne nuk kemi aftësi që ta shohim me syt fizik, se syri fizik nuk shikon. Dhe ky besim është forcuar akoma më shumë pas kësaj, domethënë sa më shumë janë forcuar në besim, duke besuar në jetën e përtejme, aq më të lehtë e kam pasur. Dhe tani unë jetoj me mendimin që nuk e kam humbur. Shumë e bukur. Denisa, ti përveç se këtyre pasioneve që publiku tashmë i mësoi prej teje, ke shumë vite që studion dhe lexon studimet fundit që lidhen me mjekësinë ortomolekulare. Më thuaj studimin e fundit dhe që të kalon më shumë përshtypje, me çfarë lidhet? Shiko. Studime fundit që të ke nxjerrë. Se numri studimeve mund të kem mbi 500.000 pa egzagerim të studiuara. Ka patur një periudhë kaq intensive studimesh, sa që më beso që mund të kem qenë një muaj pa parë dritën e diellit, pa dalë nga shtëpia. Në kuadrin e këtyre ngjarjeve që kanë ndodhur tani, këto protestat që kemi parë, ndërkohë që po lexoja një botim PDF, libër, i shkroi një autor tjetër Klener, për psikiatrin e madh ortomolekular, doktor Abraham Hofer. Do më thënë, ky autor Klener citon të fjalët e doktor Hoferit. Doktor Hoferi ishte drejtori një spitalit madh psikiatrik në Kanada. Dhe natyrisht ai përdorte protokollet zyrtare me medikamente dhe elektroshok, por rezultatet nuk ishin të kënaqshme, nuk ishin ato që ai dëshironte dhe ai e përjetonte këtë gjë. Ishte njëri idealist, do më thanë, shiko, brenda shkencës ka njerëz që punojnë kundër njerëzimit dhe njerëz që punojnë pro njerëzimit. Ai ishte nga ata që tani ishte në qiell dhe ka krijuar atë ansamblen e vet, do më thënë, të shkencëtarëve që i kanë dhënë njerëzimit edhe vazhdojnë edhe e stodisin tani nga lart. Dhe doktor Hofer si një idealist nuk hiqte dorë nga kërkimi për metoda të tjera dhe u fut studimeve në mjekësinë ushqyese. Ka bërë shumë
do më thënë të themi prova me pacientët e ti, me terapit natyrore, me vitamina dhe shikon të rezultate, jo vetëm vitamina, edhe ushqyes të tjerë, rezultate shumë më të mira se sa ato që kishte marrë vetëm me terapi zyrtare. Mirë po kishte një skepticizëm shumë të madh nga mjekësia zyrtare. Dhe biles erdhi një moment që e kundërshtuan, nuk lejonin që të përdorte vitaminat në spital. Protesta e tij ishte e jashtëzakonshme, shkruajtëm titullin e madh në gazetë atëherë, spitalet refuzuan vitaminat, unë tani do të edukoj popullin. Dhe ai doli në perspektivë private, në klinik private. E vazhdoi këtë, ka vazhduar deri në moshën 94 vjeç këtë punë. Dhe shpërpjekur me anë të bizneseve të fuqishme të kërkojë mbështetje që ky informacion i mirë të ketë akses populli në internet, që të vetë edukohet, marrin dorë fatet e tij. Mirë po ishte shumë e vështirë, sepse ai thot këtë gjë, ka shumë informacion, po njerëzit nuk dallojnë dot ato që është e parëndësishme nga e rëndësishmja. Ky është informacioni i vjetër, i riu është ky tani. Doktor Hofer thoshte në këtë libër, 40 vjet duhet që të bëhet ndryshimi. Domethënë që të transformohet mendimi mjekësi zyrtare, të arrijë të pranojë vitaminat. Edhe publiku që të edukohet, se edhe populli ndikohet nga kjo. Do 40 vjet. Dhe kjo mua më nxori në këtë realitet. 36 vjet ka sistemi që është ndëruar. Tani ne presim që ky brez do ta marrë në dorë Shqipërinë dhe për një 4-5 vjet të tjera do plotësoj ato 40 vjeçarin e bukur për transformim shpirtëror, ndryshim gjaku totalisht i shoqërisë shqiptare dhe kjo do të ndodhi me siguri. Interesante këtë vështrimi yt, Denisa. Shumë faleminderit. Edhe njërë emrat e dy papagajve që na solle, faleminderit për bisedën dhe për... Këta ka ndojnë shumë urtë. Ka ndojnë shumë urtë. E kuptuat rëndësinë e emisionit? A e kuptuat? A e kuptuat jemi në studio për shmorë që fare? Pupiko edhe Pipo. Pupiko dhe Pipo. Pupiko nuk ti të këndoj, vetëm të thrasi. Këtë denka e thret me përgdheli. E ke tentuar ndonjëherë të hapur shkafazin? Po për ditë e hap nga lartun. E hap nga lartun. Rrezikojnë që të fluturojë dhe të mos i kapim dot. Po shumë herë që kanë orë të tëra që si kam nxjerr dhe fillojnë bëjnë protestë që duan të dalin nga kafazi. Sa i hap kafazin, vene qëndrojnë si në bidollap dhe nuk rëmizin të lirë. Po që të lirë të e kokrat e Denelit. Faleminderit Denisa dhe njerë. Ne do të kalojmë në publicitet. Do të rikthehemi përsëri.